Mirëmbrëma dhe përshëndetje nga Arena Demave, aty ku pritet filloi takimi I javës 5 mes Partizanit të 14 vjeçarëve dhe Atletik Klub Shkodrës të 14 vjeçarëve. Sfida e javës 5 me Partizanin e drejtuar pra nga Ulix Tirana që do të kërkohet të synojë patjetër tek rikthimi I fitores pasi vim pas një rezultati jo të mirë, ndërkohë që në këto çaste edhe një herë do të vendosin për të mbajtur 1 minutë heshtje në nder të ish kryeministit Fat Osnane që ndatën nga jeta ditën e djeshme. Niset pra me shkelbimin e parë të skuadrës kuqe. Çfarë sjell kjo rivenasore teksa të gjithë shtatlarët e Koplikut, skuadrës nga Shkodra pra Atletik Klubit janë në zonë, por Partizani goditja shkon lart. Provon ta mbajë dhe ka arritur në një farë mënyre Tashmëduriçi. Hoxha, mundësi goditëse. E bën Hoxha, godet mundësia hy Kollari transversa dhe vjen goli jo e pabesueshme. Por ka shënuar Partizani, topi ka kaluar vizën. Edhe jemi 1-0. Është Brian Hy Kollari. Shumë shpejt skuadra kuqe. Mbas edhe nga pozicionimi. Por le të shikojmë çfarë sjell. Duriçi për Hy Kollarin. Gjithmonë Hy Kollari vëshon drejt portierit të Atletik Klub dhe porta përshtatitur godet Brian Hy Kollari bën gjithçka mjaft mirë Partizanin këto çaste 2-0. Një asistim I Duriçit dhe Hy Kollarit, kombinimet mjaft të bukura e ky fundit shtang dhe portieri mloja me ato lëvizje dribluese. Kroni, Gjati. Topi mjaft I mirë për Kronin, I cili nis me shpejtësi Islamaj, gjithmonë Islamaj drejtohet zonës, është I shpejt Islamaj me qetësi, porta e përshtatitur dhe 3-0. Shënon I sapofutur në këtë pjesë të dytë numri 9. Joel Islamaj shënon golin e tij të 5 në 4 takime. 3-0. Mjaft mirë asistimi I Kronit. E kalon në të majt tek Gjati, gjithmonë Gjati, mundësia goditëse, heziton, rrotullohet, lëviz në të majt, jep mundësi Hy Kollarit, I cili e godet dhe dërgon në rjetë. 4-0. Fantastike skuadra kuqe, teksa Hy Kollari realizon të tripletën në këtë moment. 4-0. E me përsipër Biba, por pranë qëndron dhe Hy Kollari. Distanca është vërtet e largë, për le të shikojmë çfarë sjell. Është Biba. E godet shikoni pak mbi tra. Një majt e bukur. Shikon lëvizjen e sulmit. Biba kërkon ta zgjidh vet. Biba provon në zonën. Heziton, e kalon tek Islamaj, mundësia goditse dhe shtylla. Shtyll. Edhe një skuadra kuqe. Islamaj. Goditja e fort, blokohet, këmbgul sërish dhe tjetër goditje që shkon në rjet. Shënon Partizani 5-0. 5-0, numri 47. Jemi drejt fundit të takimit të javës 5, pra 5-0, një fitore pastër e pa diskutueshme. Ndërkohë që jemi gati të shënojmë një tjetër gol teksa Islamaj 6-0. Shënon Joel Islamaj dhe gol e dytë personal në këtë takim. Mjaft mirë, një mbyllje mjaft e mirë skuadrës kuqe.